Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Egli u largua nga ditëlindja e Loredanës për shkak të Xhenetës, zbulohen dramat. Mbrëmjen e djeshme, Loredana Brati festoi ditëlindjen e saj në një event shumë të veçantë, ku të gjithë ishin të pranishëm, sidomos ish banorët e Bigut, si dhe figura të tjera të njohura nga topi. Ndër të ftuarit spikatën edhe Egli Tako dhe Xheneta Fetahu, dy personazhe që kanë pasur përplasje të mëparshme gjatë qëndrimit në shtëpi. Kjo për shkak të romancës së Eglit me Gjestin, një lidhje që u komentua shumë dhe që solli tensione për Xhenetën. Në rrjetet sociale po qarkullon një video nga festa, ku shihet momenti që Egli largohet nga ambienti i festës duke përshëndetur shkurtimisht Loredanën. Ndërkohë në sfond shfaqet Xheneta duke kërcyer, duke lënë të kuptohet se prezenca e saj mund të ketë qenë arsye e largimit të Eglit. Ky moment ka ndezur sërish interesin e ndjekësve, duke sjellë në vëmendje tensionet e pazgjidhura mes dy vajzave.